Ngjyrat e natyrës, arti dhe tradita u bashkuan në Memaliaj në edicionin e 4 të aktivitetit Vjosa ime. Përgjatë brigjeve të lumit Vjosa, 10 piktor nga vende të ndryshme të Shqipërisë morën pjesë në plein ajër, duke sjellë në telajo peizazhe mahnitëse të lumit të fundit të egër në Evropë dhe bukuritë natyrore që e rrethojnë. Të frymëzuar nga rrjedha e Vjosës, gjelbërimi dhe qetësia e natyrës, artistët krijuan veprat që pasqyrojnë jo vetëm vlera estetike të zonës, por edhe lidhjen e fortë mes artit dhe mjedisit. Kjo koloni arti realisht është një koloni e cila flet në mënyrën më të mirë për bashkinë e vogël të Memalije. Gjithë lugina e Vjosës është një mrekulli natyrore e cila përveç të tjerave është e bukur dhe për piktorët dhe mjaftueshëm frymëzuese, ku gjatë tyre 4 ditëve është punuar në mënyrë intensive për të sjellë motivet e vendit, për të sjellë mrekullitë dhe bukuritë që ka e gjithë lugina dhe gjithë çfarë e rrethon Memaliaj. Unë jam shumë e lumtur që mora pjesë në këtë aktivitet ku Memaliaj më befasoi një rreth parë një herë me mikpritjen, njerëz shumë të dashur, shumë të mirë dhe me natyrën e mrekullueshme që e rrethon. Nuk e kisha imagjinu, unë kam qenë Shkarazi dhe peizazhi në Memaliaj ka një natyrë tjetër, një freski, lumi, Vjosa që e rrethon i bën çuditshme ato shkëmbinj që janë krejt ndrysh nga shkëmbinj që kemi në veri. Dhe kjo më tërhoqi edhe më tepër ku peizazhi im u përfaqësu me këtë lloj kompozimit. Udhëtimet artistike janë të zakonshme për krijimtarinë time krijuese, sepse një pjesë e produktit tim artistik drejtohet rreth pikturës së plenerit, pikturës peizazhit të bërë direkt në natyrë. Memaliaj, në fakt, për mua dhe kolegët e mi, këtë herë ka qenë një surprizë. Një surprizë në shumë arsye. E para për mikpritjen. Çuditshme se gjithë grupi që organizatorëve kishte përgatitur në mënyrë perfekte të gjithë zhvillimin e kolonisë. Natyra shqiptare është kudo e shumë e bukur. Këtu veçanërisht në këto ditë na ka qelluar edhe një ditë me një ndriçim të veçantë të natyrës dhe një moment shumë të bukur, shumë inspirues. Vjosa, lugina e Vjosës, rrethinat e Memaliajt janë shumë nuk do të them frymëzuese, se patjetër që janë, por që të japin mundësi këndvështrime për të realizuar vepra të rëndësishme. Aktiviteti solli një atmosferë festive në qendër të qytetit. Në sheshin Minatori u zhvillua panajiri artizanal dhe kulinar, ku artizanët, prodhuesit dhe përfaqësues të traditës vendase ekspozuan produktet e tyre, duke promovuar trashëgimin kulturore dhe gastronomike të zonës. Interesi më i madh është për ata që kanë qenë emigrantë jashtë, për arsye se u din vlerën. Për shembull, kjo një fiçan çaj druri i Uvirit, ky ka dhe vlera kurative, nuk është vetëm vlerë artistike, por dhe kurative. Pasi çaj i pirë në kofizar, ndihmon shumë në shëndetin. Kryesisht çfarë lloj druri zgjidhni? Tu 90% është vetëm dru Uviri. Veç mjaltit, produkteve të mjaltit siç është mjalti, qumshti i bletës, propolisi, poleni, ne shesim edhe koshere të përgatitura për bletarët e rinj. Dhe më para e reklamuan koshere të blet dhe njerëzit kanë ardhur, kanë marrë shumë koshere. Gati 100 koshere me blet, ja u këndëm bletarëve të rinj. Interesi vjen nga gjitha produktet ka bleta. Por edhe mbarshtrimi i bletës, siç e bëjmë neve dhe i tregtojmë dhe bletarët e rinj, edhe kjo është me interes për neve dhe me interes për ata që fillojnë të mbarshtrojnë, të fillojnë të zanat. Pjesë e programit ishte edhe performanca e artistëve të cirkut kombëtar, të cilët sollen emocione dhe argëtim për qytetarë dhe vizitorët e shumë të pranishëm. Përmes aktiviteteve të tilla, Bashkia Memaliaj synon të tërheqë më shumë vizitorë dhe të promovojë potencialet turistike të zonës.